Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga fryrja e stomakut, ja çfarë tregon kjo për shëndetin tuaj dhe si ta trajtoni. Ka disa mënyra për të evituar ose për të ndihmuar veten tuaj që të mos të ndjeni shumë këtë fryrje. Ndonjëherë ju mund të pyesni veten pse ndiheni me një stomak të fryrë ose bark të fryrë, apo ka disa arsye pse ndodh diçka e tillë. Sipas ekspertëve, gratë vuajnë nga fryrja e barkut më shumë sepse nivelet e larta të estrogjenit shkaktojnë mbajtjen e ujit. Gratë gjithashtu përjetojnë më shumë simptoma të sindromës së zorrës së irrituar për shkak të çekuilibrit hormonal dhe në fakt ajo është një nga simptomat e sindromës së irrituar ku ju direkt do të dalloni një fryrje të barkut. Sipas ekspertëve, ka disa mënyra që ju të evitoni fryrjen e barkut. Mos të vishni rroba të ngushta kur hani bukë. Ndonjëherë nuk ka të bëjë çfarë hani, por si. Veshja e ngushtë mund të ngushtojë stomakun, duke e bërë kështu më të vështirë kalimin e ushqimit. Prandaj, lironi rrobat para se të filloni dhe të hani. Ndonjëherë gjithashtu duhet të dini që të zgjidhni edhe fibrat e duhura. Ushqime si për shembull thjerza, fasolet, brokoli, shpargu, mistri, gruri, patatet, ëmbëlsuesit dhe gjithashtu shumë fibra mund të shkaktojnë fryrje të stomakut. Mbajtja e një diete ushqimore për të parë nëse ndonjë ushqim specifik shkakton simptomat e fryrjes mund t'ju ndihmojë. Gjithashtu duhet të eliminoni edhe pijet e gazuara. Ndoshta nuk është për t'u habitur, por në fakt pijet me gaz janë një faktor tjetër i cili shkakton ndjesinë e fryrjes sepse ato lëshojnë gazin dioksid karboni në stomak. Ndërkohë, bëni kujdes me stresin. Kur jemi në ankth, frymëmarrja jonë mund të bëhet e parregullt, mund të thithim më shumë ajër ose pa dashur të mbajmë frymën. Ndërkohë, kjo ndikon në fryrjen e stomakut. Këtu ne do t'ju njohim me ushqimet më të mira të cilat do t'ju vinë ju në ndihmë për të trajtuar fryrjen e stomakut. Dhimbjet e barkut, gastrat dhe fryrjet e stomakut janë kryesisht simptoma të një tretje problematike, por edhe për pasoja të ushqyerjes së keqe. Ka disa ushqime të caktuara të cilat shkaktojnë një fryrje artificiale të stomakut, por njëkohësisht edhe gazra të vazhdueshme dhe një ndjesi pa rehatije të madhe. Në shumë raste, fryrja e stomakut mund të eliminohet fal konsumit të ushqimeve dhe pijeve të caktuara të shëndetshme për tretjen. Cilat janë ushqime që eliminojnë fryrjen e stomakut? Në këtë video, ju do të mësoni për ushqimet më të mira të cilat jo vetëm që ju fryjnë, por nga ana tjetër ndihmojnë edhe në mbajtjen e stomakut më të sheshtë. Kivi. Kivi është një frut i pasur njëkohësisht me fibër, e cila, sipas ekspertëve, thuhet se ngrënia e 2 frutave në ditë për 4 javë me radhë eliminon konstipacionin dhe njëkohësisht fryrjet e stomakut. Çaji i nenegjikut. Ky çaj është përdorur jashtëzakonisht shumë prej shekuj për të përmirësuar tretjen dhe njëkohësisht për të parandaluar problemet e stomakut. Në vetëm 4 javë, ju do të mund të trajtoni dhe të përgjysmoni simptomat e problemeve me tretjen dhe kështu ju do të shfryni stomakun. Banania. Ky frut është një burim i pasur, plot me fibër, e cila ushqen bakteret e mira në stomak dhe njëkohësisht mund të përmirësojë tretjen. Gratë të cilat han 2 banane në ditë për të paktën
2 muaj me radhë kanë një bark më të sheshtë. Kefiri gjithashtu përmban një enzim të rëndësishme e cila shpërbën laktozën, një sheqer e gjendur tek qumshti që shkakton probleme me stomakun. Sipas ekspertëve, gjithashtu pirja e kefirit zgjidh problemet me tretjen dhe eliminon fryrjen dhe gazrat me të paktën 70%. Xhenxhefili. Xhenxheri është përdorur prej mijëra vitesh për të qetësuar tretjen. Ai qetëson muskujt dhe e lejon trupin që të nxjerrë gazrat më me lehtësi. Xhinxheri, një prej përbërësve kryesor të këtij zhardhoku, ofron përfitime vërtet të mëdha dhe të shkëlqyera për stomakun dhe për tretjen. Piepri ka aftësi çliruese dhe njëkohësisht ai ndihmon në eliminimin e ujrave të tepërt nga organizmi. Ai po ashtu shfryn stomakun, por edhe shërben si një zëvendësues natyral i elektroliteve sepse është i pasur edhe me kalium. Nëse vuani nga fryrja e barkut, ne ju këshillojmë këtë çajra. Fryrja e stomakut është vërtet irrituese dhe njëkohësisht e bezdisshme, veçanërisht në qoftë se ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste mund të jenë simptoma të ndonjë sëmundjeje të fshehur. Çaji i nenegjikut. Çaji i nenegjikut e qetëson stomakun tuaj nga të gjitha problemet të cilat vijnë prej gazrave dhe fryrjes së stomakut. Si edhe ju duhet ta pini në darkë për të ngadalësuar trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 gjethe nenexiku dhe njëkohësisht do të keni nevojë për plot 250 ml ujë. Nëse dëshironi, ju mund të shtoni mjaltë ose limon. Në disa raste të tjera, ju mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil, mjaltë dhe limon është shumë i mirë kundër gazrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit të cilët gjenden pikërisht tek xhenxhefili mund të ndihmojnë gjithashtu të qetësoni zorrët dhe të largoni çdo inflamacion të mundshëm. Sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se xhenxhefili do t'ju vijë shumë në ndihmë në qoftë se ju do ta përdorni atë si një çaj natyral. Ai do të qetësojë zorrët dhe do të largojë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që të zgjidhni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas të shtoni mjaltë dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është gjithashtu mjaft i dobishëm për shëndetin tuaj, kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen ose urthin. Çajin ju mund ta shoqëroni edhe me mjaltë ose lëng limoni. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten plot 1 lug çaji kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Ujë me limon. Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e duhur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin ndërsa limoni përmirëson tretjen. Ujin me limon mund ta pini sapo të zgjoheni për një fillim sa më të mbar të ditës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.